Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ceremonia e certifikimit për 334 drejtues shkollash u organizua nga Shkolla e Drejtorëve, duke përfshirë edhe brezin e parë të 63 drejtuesve të arsimit parashkollor. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro e vlerësoi këtë shkollë si një standard kombëtar të krahasueshëm me modelet më të mira europiane. Ajo theksoi rëndësinë e trajnimit të vazhdueshëm të mësuesve dhe ndikimin pozitiv të drejtuesve të shkollave në klimën profesionale. Rreth 60 familje në Tepelen përfitojnë çdo muaj nga bonusi që rast në vlerë 7.000 lekë, si pjesë e politikave sociale të bashkisë. Kjo ndihmë synon lehtësimin e barrës financiare për familjet që nuk disponojnë banesë të pronësi. Përmes këtij programi, Bashkia Tepelen garanton kushte më të mira jetese për shtresat në nevojë. Për vitin 2026, pritet një shtim i fondit të bonusit për të mbështetur edhe më shumë familje. Programet Erasmus janë një mundësi që ju jepet të rinjve për të njohur me jetën në universitetet europiane, përfitimet akademike dhe rritjen personale që sjell ky mobilitet. Diana Martini, studentja e infermierisë të përgjithshme në Universitetin e Qerem Çabej, në një prononcim për RTS, përcjell eksperiencën e saj gjatë gjithë ndjekjes së këtij programi në Poloni. Qendra Kulturore Gjiroklasika organizoi koncertin e fundvitit me pjesëmarrjen e fëmijëve gjirokastrit, të cilët interpretuan në instrumenta të ndryshëm muzikor e kënduan duke dhuruar një mbrëmje festive. Ju njohim tani më gjërësisht. Ceremonia e certifikimit për 334 drejtues shkollash u organizua nga Shkolla e Drejtorëve, duke përfshirë edhe brezin e parë të 63 drejtuesve të arsimit parashkollor. Ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro e vlerësoi këtë shkollë si një standard kombëtar të krahasueshëm me modelet më të mira europiane. Ajo theksoi rëndësinë e trajnimit të vazhdueshëm të mësuesve dhe ndikimin pozitiv të drejtuesve të shkollave në klimën profesionale. U mbaj ceremonia e certifikimit të 334 aspirantëve për drejtues shkollash, të cilët ju nështruan programit të trajnimit përgatitor nga Shkolla e Drejtorëve. E veçanta e kësaj ceremonie ishte se u certifikua edhe brezi i parë i 63 drejtuesve të arsimit parashkollor. Në ceremoni mori pjesë edhe Ministri i Arsimit zonja Mirela Kumbaro, e cila vlerësoi Shkollën e Drejtorëve si një standard kombëtar të krahasueshëm me modelet më të mira europiane. Si drejtues të shkollave, ose si aspirant për të qenë drejtues të shkollave, nuk jeni thjesht administrator. Sepse nëse do flisnim për administrator, mjaftojmë të respektojmë një procedurë ligjore të caktuar, siç bëhet në shumë sektorë të tjerë. Jeni shumë më tepër. Jeni udhëheqës të komuniteteve, jeni udhëheqës të foleve, të dijes ku formohen të rinj. Është në fuqi detyrimin që çdo drejtues që konkuron ose çdo kandidat që konkuron për një post drejtori shkolle duhet të ketë certifikatën e shkollës. Shkolla e Drejtorëve është sot një standard kombëtar i krahasueshëm me modelet më të mira europiane. Ministra Kumbaro solli në vëmendje edhe rezultatet pozitive të Shqipërisë në testimin TALIS, kryer me mbi 4.500 mësues në mbi 300 shkolla, duke theksuar se me buxhetin e vitit 2026 për arsimin do të vijojë trajnimi mësuesve veçanërisht në lëndët etik. 96% e mësuesve të anketuar ishin mbi 4.500 të tillë në rreth 300 shkolla të Shqipërisë, deklarojnë se trajnimet që kanë bërë dhe trajnimet nuk është vetëm Shkolla e Drejtorëve, pjesa më e madhe e mësuesve janë trajnuar në ASKAP, në agjencinë tonë të sigurisë së cilësisë arsimit parauniversitar, në një bashkëpunim shumë të ngushtë Shkolla e Drejtorëve me ASKAP-in. Trajnimet, konfirmojnë ata, i kanë ndikuar realisht në përmirësimin e mësimdhënies. 98% sipas të njëjtit sondazh të mësuesve flasin për marrëdhënie të mira profesionale me drejtuesit e tyre, pra kemi një klimë pozitive në shkolla dhe Shkolla e Drejtorëve ndikon në rritjen e kësaj klime. 95% e mësuesve shqiptar ndihen pjesë e vendimarrjes së shkollës, kundrejt 78% që ishte mesatarja e vendeve të OECD-s. Kjo sigurisht është shoqëruar dhe me një buxhet më të lartë. Për vitin 2026 do të kemi buxhetin më të lartë historik për arsimin,
një pjesë e konsiderueshme shkon dhe për trajnimin e vazhduar të mësuesve. Rreth 60% e mësuesve do të vijojnë të trajnohen vitin 2026, sidomos në lëndët e reja të teknologjisë së informacionit që janë një rrezik ku nganjëherë konkurrencën e kemi më të madhe jo me teknologjinë, po e kemi me nxënësit. Jemi të gjithë bashkë, jemi në të njëjtën anije dhe jemi të gjithë bashkë timonier për të çuar përpara detyrën më të rëndësishme që mund të ketë një këmbë, atë të sarë. Në përfundim të aktivitetit u ndanë edhe çmime për pjesëmarrësit me rezultatet më të larta në procesin e certifikimit. Transformimi i spitalit onkologjik në QSUT në Tereza është një nga zotimet kryesore të Ministres së Shëndetësisë Evi Sala që nga dita e parë e detyrës. Hapja e sallave të reja të kimioterapisë dhe përmirësimi i kushteve për pacientët shënoi një hap të rëndësishëm drejt trajtimit më të sigurt dhe dinjitoz. Investimi është realizuar në bashkëpunim me partnerët, ndërsa në buxhetin e vitit 2026 parashikohet për herë të parë rimbursimi plot i barnave antitumoriale me rritje fondi prej 1.5 miliard lek. Kjo është edhe një gjë personale për mua, sepse unë jam mjeke, kam filluar në spitalin onkologjik këtu, kështu që është një sfidë jo vetëm e detyrës, por është edhe një sfidë e imja si Evi së karrierës. Transformimi i onkologjikut në qendrën spitalore universitare në Tereza mbetet një prej zotimeve që Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala e ka bërë publik që në ditën e parë të marrjes së detyrës. Sallat e reja të kimioterapisë dhe përmirësimi kushteve për pacientët që marrin shërbim në pavionet e këtij spitali janë vetëm hapi i parë drejt një trajtimi të sigurt dhe dinjitoz për të gjithë qytetarët. Kryeministri Edi Rama përcolli sot në rrjetet sociale pamje nga spitali onkologjik në QSUT, ndërsa u shpreh se transformimi vazhdon në kujdesin e Ministres së Shëndetësisë, e cila është edhe një personalitet i mirënjohur në botën akademike të trajtimit të kancerit. Që në ditën e parë të detyrës, angazhimi im ka qenë i plot, që onkologjia të jetë një përparësi e përhershme. Shërbimi që ofrohet këtu prek jetën e shumë familjeve dhe kërkon mbështetje të vazhdueshme. Çdo pacient që kalon këto korridore vjen me sfida, me shpresë. Dhe është detyrë e jonë të krijojmë kushte sa më të mira për gjatë këtij rrugtimi të vështirë. Ky është vetëm hapi i parë. Puna po vazhdon paralelisht për garantimin e barnave onkologjike. Në buxhetin e vitit 2026, për herë të parë, është planifikuar rimbursimi i të gjitha barnave antitumorale për pacientët që trajtohen në këtë spital, duke rritur fondi me 1.5 miliard lek dhe duke krijuar një mbështetje më të plot për trajtimin e këtyre pacientëve. Mirënjohje dhe respekt për mjekët, infermierët, farmacistët dhe gjithë stafin shëndetësor, të cilët çdo ditë janë forca që mban në këmbë këtë shërbim jetik. Investimi në sallat e reja të kimioterapisë është rezultati i bashkëpunimit mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe partnerëve, duke përbërë një hap të rëndësishëm për ofrimin e një trajtimi më të sigurt, më komod dhe më dinjitoz për pacientët. Në buxhetin 2026, për herë të parë, është planifikuar rimbursimi i të gjitha barnave antitumorale për pacientët që trajtohen në këtë spital, duke rritur fondin me 1.5 miliard lek dhe duke krijuar një mbështetje më të plot për trajtimin. Paralelisht, spitali onkologjik ka nisur zbatimin e shërbimeve të reja digjitale, si receta elektronike dhe dosja elektronike e pacientit, duke përmirësuar ndjekjen dhe menaxhimin e trajtimit për çdo pacient. Qytetarët po tregojnë një interes të lartë për të ndjekur festivalin e 64 të këngës në radio-televizionin shqiptar. Biletat mund të sigurohen fizikisht pranë pallatit të kongreseve ose online në adresën myticket.al. Interesi i publikut për të ndjekur live festivalin e 64 të këngës në radio-televizionin shqiptar ka qenë mjaft i lartë. Kjo duket edhe në shitjen e biletave, si në sportelin e Pallatit të Kongreseve, ashtu edhe në platformën online myticket.al. Këtë vit kemi festivalin 64 të këngës në radio-televizionin shqiptar dhe ka filluar shitja e biletave për natën e parë dhe natën e dytë. Pritet të dalin në shitje biletat për natën e tretë dhe të katërt. Si çdo vit tjetër, edhe këtë vit ka pasur një interes goxha të lartë. Biletat mund t'i blini online në website-in myticket.al, si dhe fizikisht në sportelin e Pallatit të Kongreseve.
Ndërkohë, mënyra për të bler biletën në mënyrë elektronike është fare e lehtë. Atëherë si fillim, futemi në website-in myticket.al, ku na shfaqet slideri i festivalit të 64. Klikoj dhe këtu poshtë na shfaqen të gjitha netat e festivalit. Për momentin është nata e parë dhe nata e dytë e festivalit që janë biletat në shitje. Për të bler biletat online, klikojmë bli bileta. Zgjedhim zonën ku dëshirojmë të ulemi, përzgjedhim karrike dhe japim dërgon në shport. Klikojmë mënyrën e pagesës, Card Visa, Mastercard. Fusim të dhënat e klientit. Vazhdojmë për të kryer pagesën online, kryej pagesën dhe këtu na shfaqen për të futur të dhënat e kartës. Pas kësaj konfirmohet pagesa dhe biletat vijnë direkt në email automatikisht. Festivali i 64 i këngës në Radio Televizionin Shqiptar është në datat 17, 18, 19 dhe 20 dhjetor. Rreth 60 familje në Tepelen përfitojnë çdo muaj nga bonusi qeras me vlerë 7.000 lekë, si pjesë e politikave sociale të bashkisë. Kjo ndihmë synon lehtësimin e barës financiare për familjet që nuk kanë mundësi ekonomike apo nuk disponojnë një banesë në pronësi. Përmes këtij programi, Bashkia Tepelen garanton kushte më të mira jetese për shtresat në nevojë, ndërsa për vitin 2026 pritet një shtim i fondit të bonusit për të mbështetur edhe më shumë familje. Bashkia Tepelen vion të jetë pranë familjeve në nevojë duke i mbështetur ato përmes skemës së bonusit të qiras. Kjo ndihmë synon lehtësimin e barës financiare për familjet që përballen me vështirësi ekonomike dhe nuk disponojnë banesë në pronësi. Aktualisht këto trajtime përfitojnë rreth 60 familje. Sipas të dhënave për vitin 2026 pritet një shtim i fondit të bonusit të qiras për familjet në nevojë. Bashkia Tepelen nga vitin vit duke parë gjendjen e familjeve që janë në nevojë, sidomos familjet janë me një prind, familjet që janë me ndihmë ekonomike, familjet shumë në nevojë që se përballojnë dot ekonominë e tregut për të paguar qiran, dhe pothuajse çdo vit bëhet shtimi i numrit të familjeve që trajtohen me bonus qiraje. Vlera e këtij bonusi është 7.000 lekë për çdo familje përfituese. Bonusi i qirave për çdo familje është me vendim Këshillit Bashkiak është 7.000 lekë. Kjo niset nga fakti që edhe qiraja në bashkinë tonë nuk është shumë e lartë në krahasim me qytetet e tjera. Dhe mendoj që u vjen ndihmë të gjitha familjeve që janë në nevojë. Përmes këtij programi social, Bashkia Tepelen synon të garantojë kushte më të mira jetese dhe të mbështesë shtresat në nevojë. Programet Erasmus janë një mundësi që ju jepet të rinjve për të njohur me jetën në universitetet europiane, përfitimet akademike dhe rritjen personale që sjell ky mobilitet. Diana Martini, studentja e infermierisë përgjithshme në Universitetin e Qerem Çabej, në një prononcim për RTS sjell eksperiencën e saj gjatë ndjekjes së këtij programi në Poloni. Me studentëve të Universitetit e Qerem Çabej që gjatë 2025-s kanë përfituar nga programet Erasmus Plus është edhe Diana Martini, studentja e vitit të dytë infermierie përgjithshme, ndan për mikrofonin e RTS eksperiencën e saj në Poloni, ku përveç anës profesionale, ajo e vëtheksin edhe tek njohjet me bashkëmoshatarë nga vendet të tjera të botës. Ishte hera ime e parë këtë vit që shkoj me programin Erasmus në shtetin e Polonisë dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur që ja ka vlerëtur. Mendoj, u aftësova dhe u mësova me ambientin e punës dhe gjithashtu edhe me miq dhe shok të rinj nga vende të tjera. Sigurisht përveç trajnimit dhe praktikës që patëm në degën tonë, të infermierisë në spitalin e tyre që ishte i madh dhe me kushte shumë të mira. Tani jemi edhe më të aftë për degën që po studiojmë dhe në rast se do më jepej mundësia prapë ta provoja, sigurisht që do thoja po 1000 herë. Është një mundësi që nuk duhet humbur, shpreh 20-vjeçaria, ndërsa e pyesim nëse ka një mesazh për të përcjell. Mos të druhen asnjëherë në rast se u jepet një mundësi e tillë, siç më dha dhe mua, mos të thonë kur jo. Do zhvillohen më shumë për veten e tyre në shumë aspekte, jo vetëm në aspektin e degës apo profesionit për cilin janë duke studiuar, do aftësohen edhe do socializohen më tepër
përveç faktit që do zhvillohen në atë deg që po studiojnë. Do marrin shumë njohuri për kultura të reja. Unë isha në Poloni, por ka edhe shtete të tjera që studentë të tjerë po shkojnë, si Greqia, Italia, Spanja, ka shumë vende të tjera. Mund të shohësh kulturën, për shembull unë, në Poloni, ne vajtëm në kryeqytetin e Polonisë, në Varshavë, vizituam disa muzeume, përveç faktit që mësuam dhe u praktikuam në spitalin atje, vizituam Universitetin e Polonisë, stafi ishte shumë mirënjohës dhe mikpritës, do me thëmë mirënjohës në faktin që ne i ndihmonim për disa gjëra dhe ishim mirënjohës e shprehnin, ishin shumë të dashur me ne. Programet Erasmus janë një mundësi që u jepen të rinjve për të njohur me jetën në universitetet europiane, përfitimet akademike dhe rritjen personale që sjell ky mobilitet. Aktualisht janë pjesë e këtij programi 5 studentë nga Universiteti i Gjirokastrës, ndërsa 10 të tjerë janë duke pritur nisjen për këtë udhëtim akademik. Traditat e fund vitit në Dropull lidhen ngushtë me bashkimin familjar dhe ritet që simbolizojnë harmoninë, begatin dhe lumturinë. Banorët ju bëjnë thirrje fëmijëve emigrantë të kthehen pranë familjeve gjatë festave të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Megjithatë, emigracioni i vazhdueshëm ka zbrazur zonën, duke lënë kryesisht të moshuar si banorë të përhershëm. Tradita dropullite në festat e fundvitit ato të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri shoqërohet me bashkimin e familjeve. Rritjet tradicionale të këtyre festave simbolizojnë harmoninë, mirësinë, begatinë dhe lumturinë familjare. Prandaj dhe zaurojnë të gjitha mundësitë reale për të bërë të mundur realizimin e kësaj dëshire kolektive. Rreth 19.000 banorë të Dropullit jetojnë në emigracion. Me afrimin e festave të Krishtlindjeve dhe të Vitit të Ri, banorët presin që fëmijët e tyre, të afërmit e tyre, të kthehen në vendlindje për të kremtuar dhe për të festuar festat e fundvitit. Ja si shprehen vetë banorët e Dropullit, të cilët u kërkojnë fëmijëve të kthehen pranë familjes në ditët e festave. Po afrojnë festat e krishterëve dhe të Vitit të Ri dhe neve si prindër dhe si nënë kam nostalgji të madhe e them edhe qajve tani sepse pres të na vinë djemë të na Janina ose në Athina si çdo nënë atje ku i ka. I presim me mall edhe me dëmshuri të festojmë të paktën këto festat e mëdha të njerëzimit dhe të krishterimit. Gjatë viteve të fundit, ku i keni kaluar festat? Kanë ardhur fëmijët apo keni vajtur ju në Greqi? Gjatë viteve të fundit, më shumë na kanë ardhur më shumë fëmijët në Greqia. Tani që filluam dhe plakemi, prapë mendjen djemtë e kanë këtu tek prindërit e tyre, tek shtëpia e tyre, po do shikojmë. Qofse djali do ketë leje në punën e tij, do të vi ai. Përndryshe do vim neve. Se s'ka kuptim jeta pa fëmijët dhe pa nipërit. Kush prindër nuk do të pres fëmijën e tij. Të gjithë me ashtu me dura hapur të na vijnë fëmijët. Ti përkrahemi, të pikemi, çfarë them tjetër? Kush është gëzimi i madh që mos presësh fëmijën tënde në shtëpi? Ka, edhe unë pres fëmijën tim, djalin tim të vinë në shtëpi. Do vi djali? Do vi djali, do vi. Gjatë viteve të fundit i ke festuar të gjitha Krishtlindjet në fshat apo ke vajtë në Greqi? Në fshat i kam festuar të gjitha, se s'ka mundësi të ikun, se jam i punësuar këtu, nuk iki dot. Se jam në dispozicion të popullit këtu, nuk punoj taksi, nuk i lë njerëzit e mi. Megjithatë, gjatë viteve të fundit një pjesë e banorëve të përhershëm të Dropullit, sidomos të moshuarit, janë detyruar të udhëtojnë në Greqi, në prag të festave të fundvitit për të festuar së bashku me fëmijët emigrantë. Në prag të pushimeve, Biblioteka e Tepelenës po tërheq gjithnjë e më tepër vizitor, veçanërisht nxënës dhe të rinj, që zgjedhin libra që do t'i shoqërojnë gjatë ditëve të lira. Ky institucion mbetet një nga hapësirat më të rëndësishme kulturore të qytetit, duke ofruar mundësi për njohuri dhe argëtim intelektual. Megjithatë, një sfidë vazhdueshme është kthimi i librave brenda afatit të përcaktuar. Biblioteka vazhdon të luajë një rol qendror në promovimin e leximit dhe kulturës në komunitet. Biblioteka e qytetit të Tepelenës regjistron gjatë muajit dhjetor një interes të shtuar nga lexuesit për tërheqjen e titujve të ndryshëm, kryesisht për lexim gjatë periudhës së pushimeve. Nxënës të rinj dhe qytetarë të moshave të ndryshme janë drejtuar bibliotekës për të përzgjedhur libra artistik dhe edukativ.
Interesi për librin dhe për festat ka filluar më parë, sepse nxënësit janë të interesuar që të vinë dhe të tërheqin libra historik, që u duhen për të punuar këto temat e ndryshme në lidhje me festat që kemi. Ata kanë marrë masat, kanë marrë nga 2-3 kopje të themi për të lexuar gjatë të ditëve që kanë pushim. Janë nxënësit ata që i kemi më të pranishëm në bibliotekën tonë, por kemi dhe lexues të tjerë të kategorive të ndryshme. Problem për këtë institucion mbetet kthimi i librave brenda afatit të përcaktuar. Problem ngelet kthimi në kohë ose dhe mos kthimi fare i titujve që tërhiqen nga biblioteka dhe për arsye të ndryshme dhe vonohen, por dhe nuk i sjellin fare. Kjo është një problem domethënë që na shqetëson dhe është kaqën dhe do të vazhdoj. Po përpiqemi të bëjmë më të mirën, duke i njoftuar, duke i telefonuar, duke u dërguar madje edhe shkresa nëpër shtëpi, që ata të ndërgjegjësojnë dhe t'i kthejnë. Por gjithsesi si problem ekziston. Pavarësisht kësaj, biblioteka e Tepelenës vijon të mbetet një hapësirë e rëndësishme kulturore për qytetin, duke nxitur leximin dhe afrimin e komunitetit me librin, veçanërisht gjatë periudhave të pushimeve. Lulja e kuqe e Krishtlindjeve po mbizotron tregun e luleve në Gjirokastër këtë dhjetor, duke u bërë një simbol i festave dhe dekorit të fundvitit. Banorët zgjedhin që dekorin në shtëpitë e tyre ta bëjnë me këtë lule të njohur, e cila bashkon traditën me atmosferën shumë ngjyrshe të këtij sezoni. Festat e fundvitit sjellin jo vetëm drita dhe dekorime, por edhe ngjyra dhe aromë përmes luleve. Ato krijojnë një atmosferë të ngrohtë festive në çdo familje. Mes tyre, ajo që spikat më shumë gjatë kësaj periudhe është ajo e cila njihet si lulja e Krishtlindjes. Prej vitesh është kthyer në një element të pandashëm të festave në Gjirokastër. Është një periudhë me fluks të shtuar, të gjithë klientët qoftë fizikisht në dyqan, qoftë nëpërmjet porosive online, e preferojnë shumë këtë lule, sepse është simbolika e kësaj periudhe. Në fakt është një lule e cila ka goxha bukuri, ka goxha hieshi në shtëpitë tona dhe njerëzit e zgjedhin për ta pasur qoftë për veten e tyre, qoftë për një dhuratë të caktuar, por edhe vetë simbolika e saj është e përshtatshme për këtë ambient të gëzuar dhe për këto festa që janë në këtë periudhë. Si lule ka emrin poinsettia. Është një lule e cila ka marrë emrin pikërisht për këtë arsye, sepse vetë botanisti i cili e ka zbuluar dhe ka sjellë në vende të ndryshme të botës, ka marrë emrin e tij. Është lule që vjen nga Meksika, edhe faktikisht ka marrë këtë perceptim, këtë simbolik për shkak të ngjyrës së kuqe të flakt që ajo ka, edhe për shkak të ndoshta ngjyrës edhe formës që ka pjesa e gjethes në formën e një ylli. Duke qenë se është bërë shpërndarja nga Meksika në Amerikë, pastaj në vende të ndryshme të botës, ka pasur një dëshirë dhe një afrimitet të madh, një qasje shumë të madhe tek njerëzit. Domethënë është një lule që e duan shumë, e duan njerëz zakonisht shumë, sidomos në këtë periudhën dy javore tani dhe pjesën e javës së fundit të dhjetorit, e marrin në mënyrë të paparësore për shtëpitë e tyre, për dhurata, për të afërmit, për të dashur. Gjallëria e saj, përkujdesja e saj, thjesht një lule e vogël mbush shtëpinë. Kështu që edhe fakti që neve marrim një lule, na sjell ngrohtësi, na sjell ngjyra, na sjell goxha emocione. Të gjithë njerëzit faktikisht që përkujdesen për lulet e shprehin këtë gjë. Edhe disa nga emocionet që përcjellin njerëzit tek unë janë këto fjalë: "Wow, sa bukur është këtu." Lumsi ti që je mes luleve. Domethënë emocionet që përcjell lulja janë jashtëzakonisht shumë të mëdha. U falin lumturi. Kështu që nëse kërkojnë një shplodhje mendore, meditim, argëtim për veten e tyre, faktikisht përkujdesja ndaj lules është mrekullim më vete. Kërkesat për lulet shtohen ndjeshëm gjatë gjithë muajit dhjetor, ku qytetarët tregojnë interes të veçantë për lloje të ndryshme lulesh në këtë fundvit. Ka shumë lule të cilat preferohen edhe dëshirohen, sepse jo vetëm lulja e poinsetës që unë thash, por ka dhe lule të tjera të cilat i shohin si simbolike. Për shembull është lulja e lekut, të cilin është lule që është gjithë vitin prezente në dyqan, por në këtë periudhë njerëzit e shohin më së shumti për ta futur në shtëpitë e tyre, ndoshta me simbolikën që sjell një farë begatie në shtëpi dhe e përdorin. Përveç kësaj, ka dhe lule të tjera, janë shumë të bukura, janë ardisja. Është lule pikërisht në këtë sezon, ron shumë, edhe ka pjesën e kokrave të kuqe dhe pjesës jeshile të lules së saj. Por përveç faktit që merren vazot me lule, diçka që është shumë e bukur këtë vit, më pëlqen shumë, është fakti që njerëzit preferojnë gjëra trendi dhe të veçanta. Për shembull, këtë vit ka qenë dominante dhe kërkohen shumë
punimet me kompozime, me bredh natyral, me myshk natyral, ndoshta me pjesën e dekorit të boçeve të pishës, në shporta të ndryshme dhe pastaj dalin ato kompozime sipas preferencës që kanë, qoftë në për tryeza familjare, qoftë në për ambiente të këndshme kur ulen së bashku në pjesën e fundvitit. Nëse marrim informacionet e duhura, çdo lloj lule mendoj që ka për kujdesin e duhur. Për shembull, lulja që neve sapo folëm, lulja e poinsetës, është një lule delikate, sepse është lule që është rritur në Meksik, është një lule që në Meksik arrin në një nivel shumë të lartë, në një kuror 3-4 metra, ndërsa këtu është përshtatur me ambientin ton. Por nëse kujdesemi në një ambient të ngrohtë, ron jashtëzakonisht shumë mirë. Lulja e Krishtlindjes, ashtu si dhe lulet e tjera, sjellin ngrohtësi dhe gjallëri në çdo ambient dhe mbeten një element shumë i dashur në këtë periudhë. Qendra Kulturore Gjiroklasika organizoi koncertin e fundvitit me pjesëmarrjen e fëmijëve gjirokastrit, të cilët interpretuan në instrumenta të ndryshëm muzikor dhe kënduan duke dhuruar një mbrëmje tepër festive për të pranishmit. Janë artistët e vegjël gjirokastrit në koncertin e fundvitit. Një mbrëmje magjike dhuruan fëmijët e Qendrës Kulturore Gjiroklasika ditën e djeshme me performancat e tyre. Si çdo fundviti, ata vinë me një organizim të veçantë, duke i dhënë më tepër atmosferë qytetit në këtë periudhë festash. Ata sollën magjinë e tingujve dal nga shpirti dhe duart e tyre me interpretime në kitar, piano, violinë e klarinet, përgatitur në ndrejtimin e mësuesve Mimoza Çabeli, Anastas Lako, Nimeral Dillano e Juliano Zholi. Një falënderim i përzemërt shkon për ju prindër të dashur, për mbështetjen e palodhur, për pritjen aty te salloni i kuq, që u ka dhënë forcë këtyre fëmijëve çdo bravo që ju dhe ne ju kemi thënë. Gjithashtu falenderoj nga zemra kolegët e mi, Zyshaldën, profesor Ardin, Tasin dhe Julin, që çdo ditë japin jo vetëm mësim, por edhe shpirt, durim dhe frymëzim. Dhe në fund yjet e kësaj mbrëmjeje fëmijët tanë. Ju falenderojmë që na kujtoni gjithmonë sa i bukur është arti kur bëhet me pastërti dhe dashuri. Uroj që ky koncert t'ju mbush me dritë, qetësi dhe me shpresën e një viti të ri plot gëzim. Gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Qendra Kulturore Gjiroklasika është mjaft aktive në zhvillimin e jetës artistike të qytetit të Gurtë. Çdo vit prej saj organizohen disa aktivitete, të cilat sjellin në gjirokastër dhe artistë vegjël e profesionistë nga Shqipëria dhe bota. Lumturi Dhrami, një nga artistet më të shuara të artit grafik shqiptar dhe bashkëshortja e skulptorit të madh Muntaz Dhrami, ka ndëruar jetë. Krimtaria e saj u zhvillua kryesisht gjatë periudhës së realizimit socialist, me cikle grafike të njohura kushtuar luftës antifashiste nacional çlirimtare, jetës dhe punës në ndërtimin e shoqërisë, si dhe figurave të njohura të historisë shqiptare. Pavarësisht se për vite me radhë qëndroi në hije, veprat e saj mbeten një vlerë e rëndësishme e artit pamor shqiptar, duke renditur atë për krah emrave më të njohur të grafikës. Lumturi Dhrami është figura e parë femërore në Shqipëri, e diplomuar në degën e grafikës, duke dhënë një kontribut themelor në zhvillimin e këtij mediumi. Studimet e larta ai kreu në Akademinë e Arteve të Bukura në Varshavë, Poloni, ndërsa diplomën e mbrojti në Tiranë me ciklin e grafikave Gjirokastra, duke lënë pas një trashëgimi artistike të qëndrueshme. Edhe RTS Gjirokastra i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Dhrami për këtë humbje. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.